7 ushqime që ndihmojnë për një gjumë të thellë dhe të qetë pa përdorur ilaçe. Ushqimet që hani dhe koha e vakteve tuaja mund të ndikojnë atë se sa lehtë të bini në gjumë dhe sa qetësi është nata juaj. Rekomandohet një vakt ose një meze e lehtë para gjumit, veçanërisht për njerëzit që vuajnë nga pagjumësia, pasi një sasi e vogël e ushqimit në trup mund t'ju ndihmojë të flini dhe të parandaloni çdo shqetësim që lidhet me urinë. Kora Habinovka, eksperte e gjumit nga Sleep Speaker, këshillon që duhet të jetë një vakt i lehtë të ushqimit darkës. Edhe pse të gjithë reagojnë ndaj ushqimeve ndryshe, ka disa rregulla të përgjithshme që mund të ndiqni. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Disa ushqime si kafeja dhe pijet e tjera me kafeinë duhet të kufizohen me erë gjatë ditës për të parandaluar shqetësimet e gjumit. Ajo ka treguar një listë të ushqimeve që duhet t'i hani, duke i quajtur ato super ushqime të gjumit. Sipas Sleep Speaker, këto janë ushqimet më të mira të cilat duhet i shtoni në dietën tuaj për të përmirësuar kështu edhe cilësinë e gjumit. Mishi nga gjeli i detit. Edhe pse konsumi sasive të mëdha të proteinës pak përpara gjumit nuk rekomandohet, në moderim ushqime të tilla si gjeli i detit mund të ndihmojnë në përmirësimin e cilësisë së gjumit dhe uljen e shqetësimeve që lidhen me këtë aspekt, dhe mund të ndihmojnë gjithashtu në një gjumë të mirë dhe në të qetë. Gjeli i detit përmban triptofan, aminoacide të cilat do të rrisin edhe nivelin e melatoninës në trupin tuaj, duke ndihmuar për një gjumë më të mirë dhe gjithashtu edhe më të qetë. Peshku është një tjetër produkt i rëndësishëm për të përfshirë në menun tuaj për të rritur cilësinë e gjumit dhe për të mbajtur larg problemet e pagjumësisë. Përfshirja e peshkut si salmoni ose toni në vaktet tuaja të përgjithshme do t'i japë rezultate fantastike në rritjen e cilësisë së gjumit dhe mbajtjen larg të problemeve të pagjumësisë, pasi ato janë të pasura me vitaminën D. Mungesa e vitaminës D mund të rrisë rrezikun e çrregullimeve të gjumit dhe problemeve për të fjetur në darkë. Kështu që, ndërsa përpiqeni të kaloni pak kohë jashtë në diell, duhet të rrisni sasinë e ushqimeve të pasur me vitaminën D, të cilat do të përmirësojnë ndjeshëm në cilësinë tuaj të gjumit. Çajrat bimor gjithashtu janë shumë të rëndësishme për të shtuar në dietën tuaj. Zvendësimi i një prej kafeve të përditshme me çaj bimor si çaji kamomilit do të kontribuojë gjithashtu edhe në një zgjidhje më të mirë të cilësisë së gjumit. Rezultatet të tilla do të jenë fantastike në rritjen e vlerave të gjumit dhe mbajtjen larg të problemeve të pagjumësisë. Përveç kësaj, ato përmbajnë antioksidant që thuhet se ndihmojnë në cilësinë e gjumit dhe ju bëjnë që të jeni edhe më të lehtë në gjumë. Mjalti është një tjetër produkt shumë i rëndësishëm i cili duhet të përfshihet me do e mos në dietën tuaj. Shtimi një sasie të vogël të mjaltit në racionin e pasdites ose në vaktin e mbrëmjes do të jetë një efekt pozitiv për gjumin. Mjalti përmban gjithashtu glukozë, e cila mund të ulë nivelin e oreksit në tru, një neuropeptidi që rregullon gjithashtu edhe vigjilencën. Frutat arrore janë shumë të rëndësishme për të shtuar në dietën tuaj. Do t'japin rezultate fantastike në rritjen e vlerave të gjumit dhe do të mbajnë larg kështu pagjumësinë. Rekomandohen frutat arrore si arrat dhe fistikët. Përveç se ato përmbajnë një sasi të lartë të vitaminave dhe mineraleve, këto ushqime janë të mira edhe mund të pasurojnë trupin tuaj me melatonin. Për shkak të niveleve të larta të melatoninës, ngrënia e një grushti të tyre çdo ditë do të japë rezultate fantastike në cilësinë e gjumit, duke nxituar kështu në një gjumë më të thellë dhe komod dhe duke mbajtur larg problemet e pagjumësisë. Një tjetër produkt shumë i mirë për të sjellë gjumin tuaj është edhe qumështi i ngrohtë. Qumështi i ngrohtë është një nga opsionet më të mira për të nxitur gjumin e thellë dhe komod. Ai përmban triptofan, i cili rrit serotoninën në tru, një substancë e cila ju jep ndjenjen e lumturisë dhe të mirëqenies. Hormoni melatonin prodhohet më shumë në këto kushte dhe kjo është thelbësore për të nxitur një cilësi më të mirë të gjumit edhe te ata persona të cilët vuajnë nga problemet e pagjumësisë kronike. Çaji i mentes është një alternativë shumë e mirë për të shtuar në dietën tuaj. Çaji i mentes lehtëson dhimbjet e stomakut për shkak të vetive të tyre antiinflamatore. Mentet gjithashtu zvogëlojnë intensitetin e tyre duke lejuar trupit të pushojë si duhet. Nëse jeni duke u përgatitur për një provim ose një prezantim të rëndësishëm, atëherë ky çaj është një mundësi e shkëlqyer për të shtuar në dietën tuaj. Lëngu i qershive.
Lëngu i qershive është një nga alternativat më të çmuara që mund të shtohet me do e mos në dietën tuaj. Rezultatet që do të sjellin në gjumin tuaj do të jenë fantastike. Lëngu i qershive si qumshti përmban triptofan, prandaj ai mund të ndihmojë në prodhimin e hormonit melatonin, duke qetësuar kështu cilësinë tuaj të gjumit. Ky lëng është testuar në disa studime për të trajtuar pagjumësinë dhe është provuar se është një opsion nga më të mirët për të rritur cilësinë e gjumit dhe për të mbajtur larg problemet të tij. Qumshti i arrës së kokosit gjithashtu është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për të përfshirë me do e mos në dietën tuaj të përgjithshme. Qumshti i arrës së kokosit përmban gjithashtu kalium dhe magnez, dy minerale të cilat janë të afta të relaksojnë mendjen dhe të qetësojnë gjithashtu trupin tuaj, duke sjellë një gjumë më të plotë dhe gjithashtu pa probleme të pagjumësisë. Ndjekja e këtyre recetave në kushte shtëpie sigurisht që do t'i jap një zgjidhje mjaft të mirë në cilësinë tuaj të gjumit. Bananet janë një tjetër produkt efektiv të cilat mund t'japin rezultate fantastike për cilësinë e gjumit. Bananet përmbajnë gjithashtu triptofan, përveç dy mineraleve kryesore për relaksimin e muskujve, kalium dhe magnez. Fruti ka një efekt qetësues që funksionon mirë edhe në zvogëlimin e stresit fizik. Gjithashtu sasia e saj e fibrave dhe karbohidrateve mbush stomakun dhe çon në një ndjesi të ngopjes, gjë që rrit gjithashtu edhe dëshirën për të fjetur më mirë. Çaji i jeshil është një alternativë shumë e mirë ushqyese edhe për cilësinë tuaj të gjumit. Ndaj shtimi i tij në dietën tuaj do t'japë rezultate fantastike në një gjumë të qetë dhe të thellë gjatë natës. I pasur me antioksidant, çaji i jeshil është një mundësi shumë e mirë, sidoqoftë kur bëhet fjala për gjumin. Ai me dekafeinë është alternativa më e mirë. Ky çaj ju relakson dhe gjithashtu do t'japë rezultate fantastike në cilësinë tuaj të gjumit, duke ju ndihmuar që të flini më mirë dhe më qetë, sidomos gjatë natës. Qumshti i bajameve është një mundësi e shkëlqyer për të shtuar në dietën tuaj. Bajamet kanë gjithçka që trupit i duhet për të marrë një gjumë të thellë dhe komod. E pasur me magnez, qumshti i bajames ka provuar të jetë gjithashtu shumë efektiv kur bëhet fjala për të nxitur gjumin. Ai qumësht, njësoj si i lopës, përmban triptofan dhe fal kësaj mund të ndihmojë në prodhimin e melatoninës. Ky hormon është thelbësor në rregullimin e orareve të gjumit dhe kjo është një arsye kryesore pse shumë njerëz me pagjumësi priren ta konsumojnë gjithmonë atë në dietat e tyre. Kështu do t'japi rezultate fantastike në një gjumë cilësor dhe komod dhe duke mbajtur larg problemet që lidhen kështu me gjumin e dobët. Çaji i kamomilit është një nga alternativat më të mira që mund të shtohen në dietën tuaj. Çaji i kamomilit ka efekte zbutëse për trupin. Zakonisht rekomandohet për dhimbjet e stomakut, pasi mund të ndihmojë në tretjen dhe lehtësimin e tensioneve të brendshme. Sidoqoftë, kamomili ka provuar të jetë efektiv në zvogëlimin e simptomave të stresit dhe të pagjumësisë, gjithashtu edhe të problemet që lidhen vazhdimisht edhe me ankthin. Ky çaj është një mundësi e shkëlqyer për të shtuar në dietën tuaj. Do t'i japë rezultate fantastike në rritjen e vlerave të gjumit dhe gjithashtu do të mbajë larg problemet e tij. Qershit. Konsumi një gote me lëngun e qershive sigurisht që do ju vinë në ndihmë. Qershit janë një nga burimet më të mira të melatoninës që na ofron natyra. Melatonina njihet si një hormon i gjumit, ajo lidhet gjithashtu edhe me serotoninën. Melatonina zakonisht çlirohet në mbrëmje dhe ju bën të ndjeni të lodhur dhe gati për gjumë. Kështu që është e rëndësishme që t'i konsumoni qershit ose edhe lëngun e tyre si një zgjidhje mjaft të mirë ushqyese për të mbajtur larg kështu problemet e pagjumësisë. Qiqrat gjithashtu duhet të shtohen në dietën tuaj pasi do t'japin rezultate fantastike në një gjumë të thellë dhe komod. Qiqrat do të zvogëlojnë gjithashtu problemet e pagjumësisë. Kërkoni që të konsumoni qiqra vazhdimisht në dietën tuaj duke i kombinuar ato me receta të ndryshme dhe për të marrë rezultate fantastike në mbrojtjen e cilësisë së gjumit. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojë, të mos zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.